Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë hani specë djegës, por ja se çfarë ndodh zemrës tuaj. Hulumtuesit kanë zbuluar që përbërësit e specit të thatë, të bluar, por edhe i llojeve të freskëta djegëse dhe jo djegëse, munden që të ulin tensionin e lartë të gjakut dhe nivelin e kolesterinës në gjak. Studimi kryer në Universitetin e Hong Kongut është fokusuar në familjen e substancave të njohur si kapsacinoide, të cilat specave u japin djegësinë. Të gjeturat dhe të dhënat e studimeve tregojnë që specat djegës kanë një potencial të madh në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës, të cilët mund të jenë shkaku numër 1 i vdekjeve në mbar botën e zhvilluar moderne. Tani kemi pasqyrë shumë më të mirë për efektet e specave në gjene dhe në mekanizmat e tjerë që rregullojnë nivelin e kolesterinës dhe shëndetit të enëve të gjakut. Ky është një nga hulumtimet e para që ofron një informat të tillë. Në hulumtim kanë marrë pjesë 2 grupe të brejtësve të cilët u është dhënë ushqim i pasur me kolesterin, nga të cilat njëri grup si shtesë e ushqimeve u janë dhënë lloje të ndryshme të kapsacinoideve. Është zbuluar që substancat në melmesa ulin nivelin e kolesterinës së keqe, ashtu që reduktojnë mundësinë për akumulimin e tij në organizëm. Po ashtu, ato bllokojnë një gjen i cili nxit kontraktimet e arterieve dhe redukton qarkullimin e gjakut deri te zemra dhe organet e tjera, për çfarë arsye muskujt relaksohen dhe zgjerohen duke mundësuar qarkullim më të mirë. Kemi konkluduar që kapsainocidet u sillnin shumë dobi shëndetit të enëve të gjakut. Megjithatë, nuk u rekomandojmë njerëzve të fillojnë të përdorin speca djegës pas një kontroll. Të ushqyerit e mirë është çështje e balancës dhe specat nuk mund të jenë zëvendësim për ilaçet kundër sëmundjeve të caktuara. Çfarë ndodh me trupin tonë nëse ne ham speca djegës? Speci djegës përdoret në mjekësinë moderne në vend të parë për zbutjen e dhimbjeve të pacientëve të cilët vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci është i pasur me vitaminë C, e cila mbron nga infeksionet. Gjithashtu te speci gjendet në sasi të mëdha vitaminë E, të cilës i atribuohet edhe vetia afrodiziake, e cila ka të bëjë me përmirësimin e funksioneve. Por, për te shijes pikante, speci ka edhe një sër funksionesh terapeutike, të cilat jo të gjithë ne i njohim. Mbron zemrën tuaj. Speci djegës mundet që të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare, zëvogëlon rrezikun e sulmit në zemër dhe goditit në tru dhe redukton ndikimin negativ të kolesterolit të keq. Ul presionin e gjakut. Është provuar shkencërisht se speca djegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë enët e gjakut. Parandalon sëmundjet e këqija. Studimet kanë treguar që kapsaicina në speca pikant vret qelizat e këqija. Kjo perime me erza gjithashtu ndihmon në luftën nga ftohjet dhe ndalon trashjen. Ka veti antiinflamatore. Speci ka veti antiinflamatore, madje rekomandohet edhe në rastet e kollës. Ai lehtëson gjithashtu dhimbjen e fytit dhe nga ana tjetër mundet që të shërbejë edhe për parandalimin e viruseve, gripit, por njëkohësisht ka edhe veti reumatizmale, që do të thotë largon dhimbjet e reumatizmës. Për këtë mjafton zbutja e tij në një farkohë në një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin e dhimbjes. Ndihmon në humbje peshe. Përveç kësaj, ushqimi me erza të çon në një reduktim të peshës tuaj trupore. Shija pikante e specit i detyrohet kapsaicinës, e cila gjithashtu favorizon tretjen, ndihmon trupin tuaj të djegë më shumë kalori. Çliron nga zemërimi.
Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen mirë, prandaj është e dobishme në luftimin e depresionit. Speci nuk këshillohet të konsumohet nga ata të cilët vuajnë nga patologji si ulçera, gastroenteritet, cistet, hepatitet, hemoroidet e të tjerë. Gjithashtu, për fëmijët nën 12 vjeç, konsumi duhet të jetë i kufizuar pasi aparati i tyre tretës është delikat. Gjithashtu, për të shmangur shqetësimet në sasi të kufizuara duhet të përdoret edhe nga gratë shtatzëna dhe ato që ushqejnë fëmijën e tyre me gjy. Vaj ulliri dhe speca djegës për shëndet të mirë të organizmit. Vaj me speca djegës është kombinimi ideal në pothuajse çdo gatim. Në Shqipëri përdoret shpesh për të kompletuar shijen e bishtajoreve, por jo vetëm kaq. Ne këtu do t'ju tregojmë vlerat e këtij vaj dhe se çfarë probleme shëndetësore kuron ai. Burim proteinash. Çdo 100 gram të speci djegës përmban 1 gram protein. Kur konsumoni shumë protein, trupi është automatikisht i mbrojtur nga humbja e masës muskulare, dobësia e imunitetit dhe problemet me frymëmarrjen. Proteina ndihmon në transportimin e oksigjenit në gjak, forcon muskujt, enët e gjakut dhe rregullon sistemin nervor. Vitamina D. Speca djegës janë plot me ushqyes, vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë vitamin D e cila mbron organizmin nga sëmundja Alzheimer dhe dobësia e kockave. Vaj me speca djegës ofron vitamin A, E dhe K dhe i jep trupit një sër përfitimesh. Ky vaj është i dobishëm për kockat. Ai përmban edhe antioksidantë të cilët luajnë rol kryesor në zhvillimin e dhëmbëve, sistemin imunitar, ndarjen e qelizave dhe riprodhimin. Vitamina K ndihmon edhe kundër mpikses së gjakut. Hekuri. Vaj me speca djegës përmban hekur. Ngrënia e ushqimeve të pastura me hekur parandalon një sër sëmundjesh, siç është edhe anemia. Këto ushqime ju ndihmojnë që të ndiheni më të qetë dhe parandalojnë lodhjen dhe drobiten. Pamjaftueshmëria e hekurit shkakton anemi, koll dhe probleme të tjera. I bën mirë zemrës. Një tjetër vlerë e shtuar e vajit pikant është aftësia për të kujdesur për sistemin tuaj kardiovaskular. Ky vaj përmban një substancë e cila quhet kapsaicin, që ndosë në sasi të vogla ndihmon në rritjen e nivelit të kolesterolit të mirë dhe ruajtjen e shëndetit të zemrës. Vitamina C. Vaj me speca djegës përmban vitamin C që mbron kundër goditjeve në tru, sëmundjeve koronare dhe problemeve të tjera me sistemin kardiovaskular. Vitamina C pakson kohëzgjatjen e të ftohtit dhe ndikimin e tij në organizëm. Përbërësit janë 1 filxhan vaj ulliri, 2 lugë çaj me grimca të specave djegës, 2 ose 3 speca djegës të thatë dhe të plot. Ngrohni 2 lugë gjelle me vaj në një tenxhere në një nxehtësi mesatare. Shtoni grimcat e specit djegës dhe gatuani për 1 minutë duke i përzier vazhdimisht. Nëse grimcat marrin gjurmë kafe, atëherë e keni tepruar me kavardisjen dhe duhet ta nisni nga e para. Shtoni pjesën e mbetur të vajit në tenxhere. Ngroheni vajin por mos të përvoloni atë. Lëreni të ftohet në temperaturë ambienti. Ruajini në një shishe ose kavanoz qelçi. Tundeni kavanozin her pas here që grimcat e specit djegës të shpërbëhen në një mënyrë të njëtrajtshme. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!